Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë një deklaratë të ashpër ndaj lëvizjes vetëvendosje të udhëhequr nga Albin Kurti, si dhe ndaj të gjithë atyre që mund të bëhen bashkëpunëtor të tij. Sipas Haradinajt, kushdo që ndihmon në formimin e qeverisë Kurti 3 është argat i Serbisë dhe i Rusisë. Sa i përket qeverisë, unë jam i bindur, kushdo që ndihmon pra Kurti 3 është argat i Serbisë dhe Rusisë. Këtë nuk e ndryshoi, është serioze, ka thënë Haradinaj në Debat Plus. Juristi Azem Vllasi ka quajtur papërgjegjësi sjelljen e deputetëve të cilët edhe të njëjtën nuk arritën të konstituojnë kuvendin që ishte tentimi 23. Vllasi ka thënë se për këtë përgjegjësia u bie të gjitha partive politike, por më shumë vetëvendosjes si partia fituese e zgjedhjeve të nëntëshkurtit. Ai ka thënë se insistimi i lëvizjes vetëvendosje në kandidaturën e Albulena Axhiut po vë në pikë pyetje dhe integritetin e saj personal. Vllasi në emisionin Infonata, duke folur për një bashkëpunim të mundshëm të vetëvendosjes me Nismën dhe insistimin e kreut të saj Fatmir Limaj për postin e kryetarit të kuvendit, ka thënë se Limaj tani nuk po e di se çfarë dëshiron. Ai ka ndarë mendim të njëjtë me kryeministrin në detyrë dhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti se nuk mund t'i takojë posti i kryeparlamentarit një partie me 3 deputet. Limaj reflektoi me përgjegjësi kur tha se është i gatshëm të rreshtohet për interesin e shtetit. Tani po e do kryetarin e parlamentit me 3 deputet, nuk shkon. Ja nisi me shantazhu, tani edhe ai s'po di çka po dëshiron, qeveri apo me vetëvendosjen, ka thënë Vllasi. Nisma Socialdemokrate ka bërë të ditur se nuk është e gatshme në këto momente të hyjë në qeveri me vetëvendosjen, por ata kanë thënë se do ta votonin një qeveri të tillë nëse kësaj partie i jepet kryetari i kuvendit. Qëndrim të kundërt ka vetëvendosje, nga kjo parti kanë thënë se janë të gatshëm që me Nismën të diskutojnë për bashkëqeverisje, por jo edhe për postin e parë të legjislativit.